Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar të pranishëm, me nder dhe kënaqësi ju uroj mirëseardhjen në këtë ceremoni festive, kushtuar gjeneratës së 25 të absolventëve. Sonte shënohet përmbyllja e një kapitulli të rëndësishëm akademik dhe fillimi i një rrugëtimi të ri në jetë. Ju faleminderit që jeni këtu për të ndarë këtë moment të veçantë me ta. Vo ime të na milostivijot I so milosni od Bog. Počitovani gosti, so golema čest I zadovoljstvo se pozdravujem na ova svečanost posvetena na novata generacija absolventi. Večerna se označuva krajot na jedno značajno akademsko poglavje I početokot na nova životna pateta. Vi blagodarime što ste tu kada gospodelite ovoj poseben moment so njih. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli misafirler, yeni mezun olacak bu değerli öğrencilerimizin onuruna düzenlenen bu özel geceye hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam onların akademik yolculuğunun sonuna ve hayatlarının yeni bir başlangıcına tanıklık ediyoruz. Bu anlamlı anı onlarla paylaştığımız için teşekkür ederiz. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Kur fjala e Zotit hap një ceremoni, ajo merr një dritë tjetër. Prandaj falenderojmë Hafiz Vahidi Sufin për këtë lexim kaq të ndjeshëm dhe të bukur. Allahu e shpërbleft dhe e bekoft të gjithmonë. Ky nuk është një moment si gjithë të tjerët. Është një qast që mban peshën e mundit për pushtimit dhe sakrificës. Para ju shqëndron përërzimi I një etape të rëndësishme në udhëtimin arsimor dhe njëkohësisht hapja e një dere të re drejt përgjegjësive. Ky organizim është një shenjë mirënjohjeje për gjithçka që absolventët kanë dhënë gjatë këtyre viteve dhe një përkujtim I ëndrave që po marrin forë. Sot, nuk jemi këtu thjesht për të festuar një përfundim, por rritjen shpirtërore, përgatitjen profesionale dhe misionin që secili prej tyre mban në zemër. Të përhapin dritën e dijes dhe të jenë shembuj të vlerave që I mësuan në Fakultetin e Shkencave Islame, aty ku formohet njeriu me dije, moral dhe qëllim. Në këtë ceremoni të absolventiadës na nderojmë me praninë e tyre personalitete të çmuara nga bota akademike, institucionale dhe shpirtërore. Me zemër plot mirënjohje përshëndesim Reisul Uleman, kryetarin e Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, dekanin tonë të nderuar të Fakultetit të Shkencave Islame, profesor Dr. Abdul Gjemil Nesimi, rektorët e universiteteve pjesëmarrëse, myftitë e myftinive të Bashkisë Fetare Islame, drejtorin dhe koordinatorët e medreses Isa Behu, profesorët e Fakultetit të Shkencave Islame, prindërit, familjarët dhe të gjithë të ftuarit që janë sot këtu për të na dhënë mbështetjen e tyre. Programi do të vijojë me hyrje në skenë të absolventëve
që me dignitet dhe përkushtim kanë përfaqësuar veten, familjen dhe institucionin tonë. Pas hyrjes së tyre do të shfaqim një insert ku studentët japin një mesazh të shkurtër për rrugëtimin e tyre gjatë studimeve, një përmbledhje e përbërjes së tyre si pjesë e kësaj gjenerate. Tani është momenti më emocional për ne. Ftojmë në skenë absolventët e gjeneratës 2021-2025. Çdo hap që e kam bërë në këtë fakultet më ka afruar më shumë në misionin tim që e kam në jetë. Sanata viti të tonë, që nuk është një moment për të ndarë, por është momenti ku vlerat, përgjegjësitë dhe mirësitë të jenë pjesë e pandashme e jetës tonë. Fitore mësimit të tonë. Dituria nuk është vetëm ajo që ne mësojmë përmendur, por ajo që na bën dobi. Qëllimi është që ato që mësojmë të bëjmë pa të cilën të tjerëve. Zekirja Shatri Shkup,
Suksesi i një sotëm është vetëm fillimi i një rrugtimi ku do të mësojmë të jetojmë me qëllim e me zemër. Bushra Ramazani, shku, nuk jam këtu vetëm për të marrë një diplom, por për të kryer një mision mjekësor. Hamdia Sadiki Haraçi. Njerëzit shohin diplomën, por suksesi im jeton në rrugën që më solli deri këtu, e mbushur me sakrifica dhe përpjekje për të realizuar ëndrat e mia. Aledin Selimi, Kumanov. Jemi rritur me dije, jemi formuar me vlera, tani ecim për të shërbyer me dinjitet Zotit, shoqërisë dhe të ardhmës. Beat Shabani Kumanov. Jam krenar që jam pjesë e këtij tempulli të dijes. Në një Ramadani shku. Ky moment nuk shpërblet për përpjekjet tona, por ftesë për të jetuar apo me përkushtim. Alisa Lezidi Kumanov. Dhe jam studenti në Fakultetin e Shkencave Islamit, është një bekim. Sepse çdo ditë më ndihmon të rritem si profesioniste dhe të jetoj në gjatë islamit. Daniel Zendeli Festival. Të studiosh në Fakultetin e Shkencave Islame nuk është vetëm detyrë, është mision për të kontribuar në të mirën e përbashkët. Vadete Ademi Shku. Këtë mëngjes të çdo ditë që bëj është një hap më afër asaj që dua të jep nesër. Salma Murtezani Shko. Rruga jonë ka qenë e lehtë, por çdo përpjekje, çdo sakrificë ishte një burë që sot më ndon të fortë. Hatice Rushani Gostivar. Nuk mësova vetëm për veten, por për të qenë të pishme edhe për të tjerët. Verida Silvi Sluçani. Mos më shiko vetëm si student, por më shiko si vazhdim i fjalës lexo, të rrëzoj ignorancën dhe ringriti vlerat njerëzore. El Marceka Peto. Të jemi studente e këtij fakulteti nuk është vetëm arritje, por është emanet që dua ta bashkënim në ndër. Elmudina Osmani Petot. Dhe ne si student nuk themi lamtumir, por themi bismillah për atë që na pret përpara. Të gjithë këta zëra janë dëshmi e një gjenerate që ka ecur me përkushtim drejt dijes. Dhe për ta kurorzuar këtë rrugëtim me fjalën institucionale, ftojmë në skenjë njeriu që ishte pjesë e këtij rrugëtimi akademik me përgjegjësi dhe përkushtim. Dekanin e Fakultetit të Shkencave Islame, profesor Dr. Abdul Gjemil Nesimi, për të mbajtur fjalën e tij përshëndetëse. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء falënderimet dhe ladimit i takojnë Zotit të botra, i cili na krijoi me dorën e tij në fizionomin më të bukur. Andaj, ai njeriut gjithçka që ekziston ja ka nështruar, dhe çdo gjë që ekziston e ka krijuar për njeriun, ndërkaq njeriu e ka krijuar për knatësitë e tij. Të falenderojmë o i madhi Zot, me që na dha jetë, mundësi dhe shëndet, na bëre pjesë të kësaj natë gazmore, të cilën nga zemra ati vendi i besimit buzëqeshin mbarë këto ftira këtu që jenë. Në këtë natë gazmore, në momentet kur më bëhet ndrimi i viteve, e në këtë rreth bëhet ndrimi i gjeneratave, përcjellim salate dhe selame pishtarit ndriques, Muhammedit a.s., të cilin Allahu fuqiplot e dërgoi model për shkencë, për durim dhe etik. Salatet e përshëndetit qofshin mbi studentët e tij,
gjithësisht sahabët e tij, në krahëror të cilëve i dërguari i Zotit mësuesi i njerëzimit e regjistroi fjalën e Zotit dhe fjalën e tij. Salatet dhe përshëndetjet të pandërprera qofshin mbi familjen e tij të respektuar dhe të gjithë ata të cilët ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I nderuar dhe i respektuar udhëheqësi shpirtërori im, Reis Ulul Ema Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetar. I nderuar dhe i respektuar kryetar i kufendit të basisë fetare islame, Mesih Demir, i nderuar dhe të nderuar antar të riasetit të basisë fetare islame, i nderuar dhe i respektuar muftiu i Tetovës, Doktor Hafiz Selver Efendi Gjemai, i nderuar dhe i respektuar muftiu i Gostivarit, Haxhi Sabahuddin Efendi Zendeli, i nderuar dhe shumë i respektuar mufti i Manastirit dhe mufti të tjerë, i nderuar dhe i respektuar rektor i Universitetit ton të dashur të Tetovës, Profesor Doktor Jusuf Zeyneli, i nderuar dhe i respektuar rektor i Universitetit Nën Tereza, Profesor Doktor Bekim Petar, i nderuar dhe i respektuar rektor i Universitetit Ballkanik, Profesor Doktor Lutfi Sula, i nderuar dhe i respektuar rektor i Universitetit Vizion, Profesor Doktor Ahmed Bejdi Gjan, bashkë me prorektorin Profesor Doktor Mensur Nureddin, i nderuar dhe i respektuar dekan i Fakultetit Teologjisë Ortodokse, Shën Kliment Oricki, Shkup Profesor Doktor Dejan Borisov, i drejtuar dhe shumë i respektuar drejtor i Medreses Isabel, Doktor Islami, bashkë me koordinatorët dhe profesorët e profesoreshat të disperzuara në vendin tonë, i nderuar dhe i respektuar drejtor të sektorëve të ndryshëm të riasetit, i nderuar dhe i respektuar prodekan Profesor Doktor Ziberlata, të nderuar staf akademik, administrativ, kryetar i Unionit të Studentëve, të nderuar familjar të absolventëve, të nderuar prind, të nderuar ju media që na përcjellni e qershia në torte, të nderuar ju absolvenist. U përshëndes me përshëndetjen islame, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësi, bekimet e të madhit Zot në këtë event dhe këtë natë qofshin mbi të gjithë ne. Andaj, mirë mbrëma dhe mirë se keni erdhur në këtë mbrëmje kaq të veçantë për të gjithë ne. Sot jemi këtu për të festuar një arritje të rëndësishme, përfundimin e një cikli akademik dhe fillimin e një kapitulli të ri në jetën e këtyre të rinjve dhe të rejave. Me radhë, vite kanë qenë pjesë e institucionit tonë Fakultetit të Shkencave Islame. Kjo thjesht nuk është një festë, por është një reflektim dhe një falënderim. Të dashur absolvent, në cilësinë e dekanit të Fakultetit të Shkencave Islame, kam derë të veçantë dhe është kënaqësia ime që sot në emër të të gjithë stafit akademik dhe administrativ që përgëzoj për përkushtimin, punën e palore dhe këmbguljen që një këtë treguar gjatë viteve të studimeve. Ju jeni frit i një pune të përbashkët, i përvektjeve tuaja personale, i mbështetjes së familjeve tuaja, i mësimdhënësve që ja kanë udhëhequr me përkushtim në rrugën e dijes dhe ju jeni frit, zë, ju jeni ambasador
të basisë fetar islam, e cila me lartëpamësi, për kushtim dhe dashuri, për dije buri themelet e këtij institucioni, që ne sonte gjithë së bashku t'i gëzohemi. Ky është momenti kur krenaria jonë, si institucion shfaqet në mënyrë më të bukur, përmes suksesit tuaj. Ju më tash jeni gati të barballeni me sfidat e jetës profesionale dhe shoqërore, të kontribuoni në zhvillimin e vendit tonë dhe të mbani lart vlerat që keni kultivuar brenda ndërtetës tonë godinës së Fakultetit të Shkencave Islame. Të nderuar absolvent, pas viteve të përkushtimit, mundit dhe kërkimit të dijes islame dhe shkencore, sonte qëndroni përballë nesh, jo vetëm si student të diplomuar, për më si koleg, bigjita si partës të një përgjithësie të madhe, të cilën nuk e mbatën krijesat më gigante që i krijoi Zoti, e ata i mbartin njeriu e pjesë e të cilës jeni edhe ju. Përgjithësi për ta përquar dijen dhe urtësi, për të qenë shembull në shoqëri dhe për të jetësuar Islamin me moral, maturi dhe devotshmëri. Dija që keni marrë në këtë fakultet nuk është thjesht një përgatitje profesionale, ajo është një amanet, një dhunti që duhet ta ruani, ta përmirësoni e kultivoni dhe ta bëni në shërbim të kombit dhe të zëmirës së përbashkët. Andaj, në këtë moment kujtoj maksimën profetike që i dërguari im ka thënë: kush ndjek një rrugë për të kërkuar dijen, Allahu fuqiplot ja lehtëson rrugën për në parajsën e tij xhenetit. Ju tashmë e keni ndjekur këtë rrugë dhe ne lutemi Allahu fuqiplot që a pranoj përpjekjet, që a begaton dijen dhe që udhëzoj drejt të mirës në çdo hap të jetës që do ta bëjë. Të nderuar absolvent, më kujtohen dita kur prejush hirët për herë të parë në fakultetin mesi që shkëlqenin nga ëndra, megjithatë me thri, me pak pasiguri, por me shumë shpresë. Sot ju largohin me dije, me përvojë dhe me një karakter që është përmësuar jo vetëm nga libra, por dhe nga jeta studimore, nga sfidat që jeni ballafaqur, nga dashamirët dhe profesorët që i keni takuar në atë tempull të shenjtë të dijes. Ju keni ndjekur një rrugë të veçantë, rrugën e dijes që buron nga Kurani dhe praktika profetike sunnetit. Dijes kjo që kërkon zemër të pastër, mendje të kthjellë dhe përkushtim të thellë. Pas një rrugtimi të përkushtuar në kërkim të dijes, sot qëndroni këtu si të diplomuar në një fushë që kërkon jo vetëm mendje të ndritur, por edhe zemër të përkurur në shkencat islame. Ju mbartni një emanet të madh, amanetin për të qenë zë i së vërtetës, për hapjes së dijes së dobishme, mbrojtjes të parimeve islame dhe urlidhes mes dijes fetare dhe realitetit të shoqërisë sonë bashkëkohore. Andaj, i madhi Zot në librin e tij të shenjtë, Kur'anin adhim mushan thot: "Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu i ngrit në pjedestialin më të lartë ata që besojnë për jush dhe ata që janë dhënë pas dijes. El Mujadele ajeti 11. Ky ajet është dëshmi se rruga e dijes është rrugë nder, dhe se ju sot jeni nder ndër ata që Zoti u ka veçuar me një udhëtim të veçantë. Diplomën që do ta mbani në dorë nuk është thjesht një coplete, por është një frikë i mundit tuaj. Megjithatë, ajo mbartën përgjithësi. Ajo lufton që dijen ta ktheni në vepër, në shërbim të së mirës, të drejtës dhe të së vërtetës. Tregoni të ndershëm në profesionet që do të ushtroni dhe mos harroni kurrë se çdo dije pa moral është e madhe. Diploma përfaqëson sakrificat e familjes tuaj, përkushtimet e profesorëve tuaj dhe vendosmërinë tuaj personale për të mos u dorëzuar kurrë. Ajo është simbol
i një përgatitje që nuk mbaron sot, por vazhdon gjatë tërë jetës së juaj. Në këtë kontekst, duhet të kujtoj në thënien e filozofit të madh islam, Imam el-Ghazaliu, i cili patëm, dija pa veprim është çmenduri dhe veprimi pa dije është humbje. Prandaj, le të mos jetë diploma thjesht një dokument, por një obligim i gjallë që ju nxit të jetoni me dije, të veproni me urtësi dhe të udhëhiqni me drejtësi. Me krenari këtu para meje, kujtoj i studentë të të ndalë nga Fakulteti i Shkencave Islame, të rështuar këtu ballë për ballë, të cilët bartin sot përgjithësi nga institucionet më të larta dhe atë antar të riasetit, profesor akademik të Fakultetit të Shkencave Islame, sekretar, drejtor, mufti dhe në të gjithë poret e jetës së basisë tonë islame dhe jo vetëm, por edhe në profile institucione shtetërore. Ata janë dëshmi e gjallë e punës së shkëlqyer që ky fakultet ka bërë ndër vite dhe pasqyra më e mirë e vlerave akademike e shoqërore të fakultetit. Madje mos harroni, e vërteta dhe dia nuk të janë thjesht mjet për sukses profesional, ato janë mjet dhe ibadet për t'u afruar Allahut fuqiplot. Andaj, ne ndëgjojmë imperativin e të madhit Zot, ku i drejtohet pejgamberit në formë pohore dhe mohore, për t'i thënë kul heljestabili alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. E ti, Muhammed, përcjellu pjesëtarëve të tua nëpërmes fjalës time. A janë të barabartë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë? E që të gjithë ne themi se jo. Të ndashur absolvent, fakulteti ka qenë shtëpia juaj për to vite. Sa do lartë të shkoni, ju gjithmonë do të mbeteni pjesë e kësaj familje akademike. Dera jonë do të jetë gjithmonë e hapur për ju, për ide, bashkëpunim, kërkime dhe përkrahje. Lidhja që keni krijuar me këtë institucion është më shumë se akademike, është shpirtërore, ajo është vëllazërore. Ju jeni brez i ri i dietarëve, profesor, imam, mësues, ulëmtues dhe udhëheqës shpirtëror të shoqërisë tonë. Keni kaluar vite duke mbartur në memorien tuaj Kur'anin, Sunetin profetik dhe shumë shkenca dhe lëndë tjera, fetare, humane, shoqërore. Por keni mësuar jo vetëm tekstin, por keni mësuar edhe përgjegjësinë e dijes që ka. Ju keni përballuar sfida akademike dhe shpirtërore. Keni diskutuar me guxim dhe keni studiuar me sinqeritet. Për këtë ju falenderoj nga zemra. Ju kujtoj porosin profetike që i dërguar i Zotit ka thënë: Allahu i lartëson me këtë libër gjegjesisht Kur'anin disa njerëz dhe i ul të tjerë. Le të jetë ju ata që Zoti i lartëson përmes dijes, përmes përulësisë, përmes shërbimit të sinqert ndaj njerëzve. Kudo që të shkoni pas diplomimit, qoftë në xhami, në shkollë, në institucione fetare, shtetërore, apo në fusha akademike, ruajeni dritën e sinqeritetit dhe udhëzimin që keni marrë këtu në fakultetin tonë, sepse vërtet Fakulteti i Shkencave Islame nuk mëson vetëm për të ditur, por mëson për të jetuar me vlerë. Të nderuar prindër, ju para 4 vitesh na lat emanet fëmijët e juaj. Në sot të fëmijë në të gjatë në të maj emanetin e marë u aktej përsëri. Suksesi i sotëm është edhe sukses juaj. Ju falenderojmë për durimin, mbështetjen dhe duat që keni bërë për ne dhe këto studente dhe studentë. Të respektuar kolegë, falë për kushtimin tuaj, profesional dhe shpirtëror. Ta të rinë janë sot të gatshëm për të qenë bartës të vërtetës, edukator të brezve të ri, dhe shërbies të denjë të pezë dhe shoqërisë. Në këtë mbrëmje solene, dëshiroj të shpreh gjithashtu mirënjohjen dhe urimin më të sinqerta për kryetarin Basisë Fetare Islame, Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetare, i cili
me vizionin dhe përkushtimin e tij, ka qenë për krahas gjithmonë i dijes studentëve e gjeneratave të reja. Përndryshe, ka qenë edhe ai i cili ka përpidruar kurikulat e para të fakultetit të shkencave islame, dhe ai i cili ka arritur burin e hudhur sot lulen e mbjellur t'i heq aromi. Kontributi i tij i pandërprerë për fuqizimin e arsimit islam, për mbështetjen e studentëve dhe për ngritjen e institucioneve tona arsimore është i paqmuar. Zoti është shpërblet për përkrahjen e dijes dhe begative që na udhëzojnë dhe shërbimin ndaj fesë, popullit, vendit dhe vatanit. Të dashur absolvent, në emër tim personal, nga zemra dhe në emër të stafit akademik, uroj absolventjave. Zoti ju dash jetë, shëndet dhe sukses. Qofshi në bekimin të Allahut kurdo dhe kudo që jeni. Vesselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بهذا المجلس العظيم مجلس العلم والتعليم والمحبة والسلام وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز: أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق الله العظيم. I nderuari dekan i Fakultetit të Shkencave Islame, profesor doktor Abdul Gjemil Efendi Nesimi, i nderuari kryetari i Kuvendit të Bashkisë Fetare Islame, Zotri Nesip Efendi Demiri, i nderuari rektor i Universitetit të Tetovës, profesor doktor Jusuf Zejneli, i nderuari rektor i Universitetit Nëna Teres në Shkup, profesor doktor Bekim Fetaj, i nderuari rektor i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, profesor doktor Lutfi Sunar, i nderuari rektor i Universitetit Ndërkombëtar Vizion në Gostivar, profesor doktor Ahmet Veçki Gjan, i nderuari prodekan i Fakultetit Teologjik të Kishës Ortodokse në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të nderuar antar të stafit akademik të Fakultetit të Shkencave Islame, prodekan i fakultetit ton, profesor doktor Ziber Lata, të nderuar mufti, të nderuar drejtor të drejtorive të riasetit të Bashkisë Fetare Islame, i nderuari drejtor general i medreses son Isabeu me paralelet e saja, shumë të respektuar përfaqësues të institucioneve të ndryshme që jeni prezent këtu,
Të dashur absolvent, të nderuara absolvente, të nderuar prind të absolventëve tanë, të dashur vëllezër, miq, mysafirë dhe dashamirë, më lejoni që në këtë natë të larë shpirtërore dhe impozante të përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Është një natë e bekuar, plot kënaqësi dhe emocion, ku po përjetojmë gëzimin e madh me rastin e absolvimit të 28 studentëve dhe studentëve të Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup. Zemrat janë të mbushura pa dyshim me mirënjohje, krenari dhe shpresë. Andaj, më lejoni që në emër të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, që përcjelli urime të përzemërta për këtë arritje madhështore në jetën e juaj akademike dhe shkencore. Të dashur absolvent dhe të nderuara absolvent, ju sot nuk mbyllni një kapitull të studimit, por po hapni një dritare të re drejt të së ardhmes suaj të ndritur, të udhëhequr nga dia, urtësia, maturia, morali, vlera, këto që sipas konceptit hyjnor islam janë obligim i domosdoshëm për të qenë në shërbim të shkencës, dijes me qëllim të ngritjes së vetdijes njerëzore në të gjitha sferat e zhvillimit. Në rrugën e diturisë nuk ka diplom përfundimtar, ka vetëm thellim, studim, hulumtim dhe përulësi, sepse tëra këto janë konkurencë, lëvizje, njohje, dinamizëm dhe kultivim i vlerave njerëzore. Islami nuk është thjesht një mision statik, por ai është dinamik i gjallë dhe i freskët, që ndrit shpirtin, mendjen dhe jetën e njeriu. Padyshim, jemi të vetëdijshëm se jetojmë në një botë të dinamizmit të paparë, ku në mes tjerash rrezikohen vlerat dhe ato rrezikohen të treten për çdo ditë. Në këtë rrugë të sfiduar, ju ftoj që të mos e humbni moralen, shpirtërore, njerëzore, të cilat janë të domosdoshme në këtë kohë që robrimi ndaj materjes, interesit, egoizmit, po nënshmon dinjitetin njerëzor. Dija pa atë shpirtëroren dhe morale është e paaftë të udhëheq misionin në shërbim të njeriut, siç nuk mund moralja pa dije ta bëjë të njëjtën. Vepra dhe vlera janë virtytet kryesore të besimit dhe dijes. Besimi pa veprim nuk bart vlerë. Ndaj, le të mos jeni vetëm bartës titull, por bartës të përgjegjësisë. Bota është e madhe, por zemrat e një njeriu me qëllim fisnik është edhe më e madhe. Mos e humbni shpejtësinë e kohës moderne, ecni me hapa të sigurt, me kokën lart dhe zemrën të lidhur me krijuesin. Shkoni përpara, jo për të bërë dikush, por për të bërë diçka. Jepni dritë në errësirë, e mbyllni mirësi aty ku përhapet errësira. Asnjëherë mos I harroni fjalët hyjnore
urdhrin e Kur'anit famlar, pa shalac dhe pa atë që shkru, nga të cilët fjalë dalin dy imperative të shenjta të Islamit: ikra, lexo, dhe uktub, shkruaj. Ky betim i Zotit është njëri nga mjetet më të fuqishme që njeriu ka pasur ndonjëherë në dorë. Dhe me fjalën e parë që zbritin nga qielli, lexo, mëso, studio, nisi një revolucion i papar i dijes, një epokë ku fjala e shkruar u shndrua në një mjet shëndrimi. Nuk është rasti që Islami nga lart ngre lart lapsin e jo shpatë, librin e jo dhunën, dijen e jo ignorancë. Sepse në Islam dija është bekim, por është edhe përgjegjësi. Ajo nuk mbyllet në libra, ajo kërkon jetë, ajo kërkon gjallëri, kërkon veprim. Të nderuar absolvent, ju që sot mbyllni një kapitull të rëndësishëm në rrugtimin tuaj akademik dhe shpirtëror, mos e harroni kur se diploma që mbani në dorë është vetëm një çelës. Jo, është ajo një derë që u hapet drejt ardhmërisë së ndritur. Është një përgjegjësi që ju obligon më shumë se ju nderon, sepse koha në të cilën jetojmë është e hetshme për njerëz me dije, por ka etja akoma më të madhe për njerëz me moral, me integritet dhe vizion të pastër. Sot, në këtë absolventiar, mos mendoni vetëm për lavdinë e një momenti, mendoni për rrugën që keni përpara, për shoqërinë që pret nga ju jo vetëm mendje të ndritura, por zemra të guximshme. Mos harroni, suksesin e vërtet nuk do ta matni me sa shumë duartërokitje do të merrni, por me sa shumë shpirtra do të frymëzoni në jetën tuaj. Dhe në çdo hap të jetës suaj bashkia fetare islame është dhe do të mbetet buroja juaj shpirtërore. Në çdo hap që do të merrni ne jemi me ju. Ju vetëm si institucion, por si një familje që ju rrit me dashuri, me respekt, ju udhëzon me kujdes dhe ju mbështet me lutje të veçanta. Jeta është shumë e rëndësishme. Ajo është konkurrencë, është lëvizje, është kultivim i vlerave. Islami thjesht nuk është një mision statik, por ai është dinamik i gjallë dhe i freskët që ndrit shpirtin, mendjen e njeriut. Andaj duhet të mësohemi dhe të kuptojmë se koha në të cilën ne jetojmë është konkurrencë dhe vlerë. Andaj obligoheni të gjithë së bashku që të konkuroni në kohë dhe të jeni në skenën e vlerave të kulturave të ndryshme, me qëllim që të jeni në shërbim të mirëqenjes njerëzore. Andaj, Zoti ju udhëzoft në çdo hap, udhtoni me dije, veproni me bindje, jetoni me ndershmëri, sepse përmes ju shkruhet edhe faqja e re e këtij vendi, e këtij kombi dhe i këtij idealit të përjetshëm që quhet Islam. Bashkia fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut ju ka si vlerën më të madhe sepse ju jeni të domosdoshëm edhe për kohën në të cilën ju jetoni, edhe për institucionin e Bashkisë Fetare Islame dhe institucionet e saj. Ajo hapron në kohën moderne, në të gjitha sferat, për të qenë një vlerë që do të jetë në shërbim të Zotit, në shërbim të kombit, popullit, njerëzimit dhe shoqërisë në të cilën ne jetojmë. Andaj,
juve në të ardhmen ju presin institucionet e Bashkisë Fetare Islame. Në fund, i nderuari dekan i Fakultetit të Shkencave Islame, bashkë me bashkëpunëtorët e ju, stafin akademik të Fakultetit të Shkencave Islame, ju përgëzoj për këte natë të madhe, një tubim apo absolventiat e parë që mbaj mend unë për studentët tonë që kryen Fakultetin e Shkencave Islame. Kam bindje se kjo është njëra ndër netët më të bukura, më të përzemërta të studentëve tonë. Mendoj se kjo natë kështu në këtë mënyrë, me personalitete të nivelit të lartë në shoqërinë tonë, do t'jenë një përkrahje, një stimul dhe një inspirim i madh i kësaj gjenerate që po e kryen Fakultetin e Shkencave Islame. Të dashur të pranishëm, të respektuar absolvent, edhe njëherë urime të përzemërta, ju prift e mbara dhe dashni madhe Zot të jeni në shërbim të kultivimit të dijes dhe vlerave madhore për të cilat jemi krijuar. Urime dhe Zot ju bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tani eftojmë në skenë zërin që ka bërë Jehon në shumë zemra, ilahistin Nderim Alimi për të na sjellë një ilahi të gjallë e plodrit. خلق الله
Falenderojmë largësinë e nderuar. Fjalët që vijnë nga zemra, nga ata që kanë përjetuar çdo ditë të këtij udhëtimi, pikërisht ai Zë që na kujton se pas çdo arritjeje fshihen shumë përpjekje të heshtura, shumë net pa gjumë dhe shumë ëndra që kanë marrë formë. Në emër të gjithë absolventëve, për të ndarë me ne disa fjalë mirënjohjeje dhe reflektimi, ftojmë në skenë përfaqësuesin e tyre, Velit Asifi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Nderuari kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shatir Efendi Fetau, nderuari dekan i Fakultetit të Shkencave Islame, profesor doktor Abdul Jamil Mesimi, nderuari prodekan i Fakultetit të Shkencave Islame, profesor doktor Siber Lata, të dashur profesor, të dashur prindër, kolegë, studentë dhe të pranishëm të respektuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja, mëshira, begatit, mirësitë e Allahut qofshin mbi ju dhe mbi familjet e juaj. Do ta nis këtë fjalën me një hadith që më ka ndjekur gjatë gjithë rrugtimit tim si student. Kush ecën në një rrugë në kërkim të dijes, Allahu ja lehtëson atij rrugën për në xhennet. Është një nder dhe një emocion një jashtëzakonshëm për mua që sot të flas në emër të gjeneratës sonë, një brez studentësh, jo vetëm që studiuan teologjin, por u rritën nëpërmjet saj. Ky nuk është një fjalim si gjithë të tjerët. Jo vetëm sepse është dita jonë, por sepse është një ditë për reflektim. Kush ishim, kush jemi bërë dhe kësinojmë të jemi më tej. Kur u nisëm këtë udhëtim, shumë prej nesh kishim më shumë pyetje se sa përgjigje, e çuditshme. Sepse ndonëse teologjia supozohet të ofrojë dritë, në fillim ajo të nxit të hish edhe më thellë në mister. Ka pas ditë kur pyesnim veten, a është ky studim për mua? A do ja dal të kuptoj këtë temë, por pikërisht në këto momente mësuam durimin. Gjatë këtyre viteve kemi bërë më shumë se thjesht të mësojmë. Kemi kërkuar të kuptojmë njeriu, Zotin dhe raportin midis tyre. Kemi kuptuar se teologjia nuk është vetëm dije, është jetë, është mënyrë e të menduarit, është art i komunikimit me Zotin dhe me njëri tjetrin. Në një botë që shpesh ka më shumë zhurmë se kuptim, roli jonë është të jemi zë i arsyes, i paqes dhe i dashurisë. Kjo ditë është një dëshmi e përkushtimit dhe lutjeve që na kanë shoqëruar në çdo hap. Nuk do ishim këtu pa mbështetjen e atyre që besuan tek ne dhe kur ne vetë dishonim. Prandaj dua t'i falenderoj nga zemra profesorët tanë.
Faleminderit për këshillat që ishin më shumë se akademike, ishin të jetës, të shpirtit dhe të urtësisë. Në këtë fakultet nuk ishin thjesht numra në një listë, ishin njerëz dhe ju na trajtuat si të tillë. E di që ndonjëherë edhe ju e kishit vështirë me disa prej nesh. Sinqerisht na mbajtët gjatë viteve kur disa prej nesh më shumë diskutonin se sa ndëgjonin. Disa që fillonin me profesorët të një pyetje dhe përfundonin me një debat të tërë. Pastaj edhe kur ne e tepronin, ju nuk na largonit. Na edukuat, na drejtuat dhe na kujtuat me çdo ligjërat se teologjia nuk është për na bërë më të zgjuar në fjalë, por më të mirë në vepra. Dua të ndalni pak edhe të prindit, këtu dhe të them në plot dashuri. Faleminderit prindërve tanë. Ata nuk lexuan me ne libra filozofie, por na mësuan si ta jetojmë jetën me ndershmëri. Ata ndoshta nuk kuptonin gjithmonë temat tona teologjike, por na mbështetën me gjithë zemrën. Kur s'kishim energji, ju ishit motivi. Kur u lodhshim, ju ishit përkrahja. Kur donim ne krejt me lanket, ju ishit lutja që se ndaluat kur. Të dashur kolegë, në këtë udhëtim kemi ndarë shumë diskutime të gjata, libra, dilema, të thella dhe ndonjëherë edhe pasiguri. Por mbi të gjitha kemi ndarë rritjen si student dhe si njerëz. Tani secili prej nesh nis një rrugtim të ri, por shpresoj që gjithmonë të mbajmë në zemër ato që kemi mësuar këtu, ta duam të vërtetën, të shërbejmë me përulësi dhe të mos ndalemi kurse kërkuar i Zotit në çdo realitet të jetës. Ne po diplomojmë në një kohë ku njerëzit kanë nevojë për më shumë kuptim, më shumë shpresë dhe më shumë punë. Ne jemi ata që mund t'i kujtojmë njerëzve se Zoti është pranë edhe kur gjithçka tjetër duket larg, se fjala e mirë, buzëqeshja, dëgjimi dhe përulësia janë më të forta se çdo sistem. Ju uroj ditë jo të mërzitura, mirë po jo gjithë vitin. Ju uroj një ditë të mërzitshme qoftë edhe brenda vitit. Vetëm një ditë që ta çmosh të qeshurën, sepse e qeshura e rigjetur është më e mirë dhe më e mirë se sa ajo konstante të pengon. Për vetën sa i përket vetës time, unë nuk jam këtu si përfaqësuesi juaj, jo se isha më i mençuri për jush, jo se isha më i qeti apo më i urti, këta mund ta konfirmoni edhe ju. Por jam këtu sepse kemi ecur bashk, kemi qeshur me ju bashk, kemi udhëtuar bashk me ju dhe jam përpjekur t'i kuptoj hallet dhe shpresat e secilit. Sot në këtë moment solemn, shfrytëzoj rastin dhe ju them me gjithë zemër ju kërkoj hallalin nga profesorët që i kemi lodhur ndonjëherë, nga prindërit që i kemi shqetësuar pa dashje, nga shokët që ndonjëherë e kam tepruar, ju kërkoj hallalin si shok, si student, si biri i dikujt që ecë në këtë rrugë për të qenë më i miri. Në fund, dua ta mbyll me thënien time të preferuar, e cila më ka shoqëruar gjatë këtyre viteve të studimit, sa bukur e ka thënë ai i cili e ka thënë: kush kërkon rahati, veç mund dhe breng do të ketë. Njeriu që zguxon, askush në botë do të jetë, se punët e mëdha duan burra që sakrifikojnë dhe jo njerëz të ligësht që në skutat e rahatisë vrapojnë. Ju faleminderit urimet e juve. Ju faleminderit për këtë fjalë dhe për ndarjen e përvojave me ne. Tani ftojmë në skenë dekanin e Fakultetit të Shkencave Islame, profesor Dr. Abdul Gjemil Nesimi, që t'ia dorëzoj dhuratën e mirënjohjes studentit e gjeneratës. Me krenari dhe admirim, shpallim studentin e gjeneratës. Elmedina Osmani. Dhe tani, më në fund, vjen momenti më i shumë pritur për të gjithë ne, shpërndarja e certifikatave. Le të festojmë çdo përpjekje, çdo natë pa gjumë, çdo orë ligjërimi, çdo emocion që na ka sjellë këtu. Le të shpërndajmë jo vetëm certifikata, por edhe krenari e dashuri. Ftojmë në skenë Reisul Uleman, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, për ndarjen e disa certifikatave.
Velit Asipi. Elmedina Osmani. Bashkia Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka disa fonde për krahjen e studentëve në të ardhmen e tyre. Andaj ne kemi ndarë një shumë modeste material për studentën e gjeneratës me qëllim për krahje, inspirim dhe dhënje vullnet të paluhatshëm që në të ardhmen të vazhdojë studimet dhe nesër të kthehet si profesoresh apo ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Islame. Me qëllim që të inspirojmë studentët tonë, pasi që është një solemnitet i parë i absolventëve, ne kemi përgatitur edhe dekoratën që u japim personaliteteve të njohura në Bashkinë Fetare Islame, që është me logën Ikra, lexo, mëso, studio. Unë mendoj se ishte një kënaqësi e veçantë për Bashkinë Fetare Islame, për Fakultetin e Shkencave Islame, që sonte për herë të parë patëm këtë tubim madhështor, absolventiadën e gjeneratës 25, e cila gjeneratë numëronte 29 të diplomuar. Unë mendoj se kjo sonte ishte një përkrahje madhe e studentëve, absolventëve, një përkrahje e Fakultetit të Shkencave Islame, dhe mendoj se do t'jetë ky tubim një inspirim jashtëzakonshëm për gjeneratat që vinë dhe për ata që mendojnë të jenë student të Fakultetit të Shkencave Islame. Unë shprehi falënderimet veçanta dekanit të Fakultetit të Shkencave Islame
profesor doktor Abdul Gjemil Efendi Nesimi, i cili kishte idenë që më në fund edhe për studentët tonë, absolventët tonë të organizohet një solemnitet kaq i rëndësishëm në këtë mbrëmje të jashtëzakonshme. Studentët uroj kenë shëndet, jetë të gjatë dhe suksese të reja në jetën e tyre, me qëllim që të profesionalizohen për të qenë të gatshëm të mbajnë emanetin që e kanë, pra të jenë në shërbim të Zotit, Islamit, kombit, vatanit, familjes dhe njeriut në përgjithësi. Unë shpreh urimet veçanta edhe dekanit edhe stafit akademik të Fakultetit Shkencave Islame, si dhe absolventëve për këtë rezultat të jashtëzakonshëm. Fillimisht ju përshëndes juve, mbar audiencën, me përshëndetjen islame, paqja, mëshira dhe begatit të Zotit qofshin mbi ju. Është një ditë feste, gëzimi, mbi gjithatë është një ditë edhe lumturie që neve sot përcjellim gjeneratën e 25. Ashtu siç juve theksuat, është herë e parë që në këtë mënyrë